Por tani vëmendja plot do t'jetë në fushën e Blert, në stadiumin Sami Kelmendi në Lipjan. Topi parë është për skuadrën e Ballkanit. Kryeziu, mundësi nga distanca, goditje që duke lehtë nga Ismail Geci, por nuk e pata ashtë lehtë portieri Florian Smakiqi. Do ta bëjë terrenin më të rrëshitshëm, ndoshta më problematik për portierët. Ja ka është mundësia këtu, çfarë shtylle e godet nga Hishi Serebe. Smajli arrin të krosojë në shtyllën e dytë, shojmë nga një plan tjetër Giovanni, bukur e ul, gjuetja e tij shkon anash pas devijimit, korner për Ballkanin. Super rast ishte këtu, mënyra se si e mori topin. Mendova që do arritë të çojë në cak. Kryeziu. Kryeziu arrin të shmangët të mbrojtësit Hasanaj. Kryeziu te Potoku në shtyllën e parë, gol i Ballkanit. Minuta 33 zblokohet rezultati. Ishin 3 rastet mira për shënim deri tani në të katërtin. Ballkani arrin shënoj, të gjitha rastet pozitive janë vetë për skuadrën nga Suareka. Shumë i rëndësishëm angazhimi në krah e Almir Kryeziut, mënyra se si u shmang mbrojtësit dhe më pas ktheu topin te Arbër Potoku, i cili me goditje precize e çon Ballkanin në epërsi. Që goditjen, mirë, goditja parë është kjo e skuadrës Prishtinës së re. Ermal Vitia. Që e këtu shancin. Mundësi për goditje, Kryeziu, Almir Kryeziu nga vendi, Almir Kryeziu, super gol nga ana tij, 2-0 epërsia. Shumë i lehtë goli. Shumë i lehtë goli sepse nuk u markua, e pa të lirë portën. 2-0 vështirësohen gjërat për Prishtinën e re. Smajli, rësimin e zonë, mundësi këtu për Giovanni, goditja me kokë nga afërsia në trup të portierit. Giovanni te flamuri këndit, lëvizje shkëlqyer tani në stilin e Vinicius Junior, edhe më tutje vazhdon Vinicius apo Lamine Yamal. Bakarësi, goli Almir Kryeziut, 3-0 Ballkani. I asiston sërish Giovanni. Gëzohen Ravecasit, Suarekasit që janë të pranishëm në Lipjan. 3-0 Ballkani ndaj Prishtinës së re. Minuta e 65. Të shohim se çfarë ka bërë Giovanni. Mes këmbëve, anash të mesfushorit Amos. Që pasimin dhe mundësin tani, goditje nga distanca, pret portieri Iljasi. Që krosimi, e në shtyllën e dytë, fakt në thellësi është shumë. Mundësi këtu për Valid Hamidin, super rast. Goditje me Gërshër në rrëzim e sipër. Arrita pres Florian Smakiqi i mohon këtë gol. Në lojë tani do të inkuadrohet Dobratici edhe do të inkuadrohet kap topin Florian Smakiqi. Do të ishte interesant sikur të shënonte edhe festim Alitema, nuk ka fare shtesë për pjesën e dytë.